Me lirimin e hapësirave publike, neve na është hapur mundësia që të krijojmë këto lloj iniciativash në mënyrë që të shërbejnë komunitetit, në mënyrë që edhe komuniteti të shfrytëzojë dhe pikërisht kush më mirë se rinia mund të bëjë këto iniciativa dhe kush më mirë se të rinj që janë të shumtë sot në numër mund të realizojnë këto lloj projekte kaq të bukura dhe kaq të nevojshme për qytetin e Shkodrës. Unë ndihem shumë mirë që po marr pjesë në këtë aktivitet, unë kam marrë pjesë edhe herë tjetër në këtë aktivitete. Unë gjithashtu kam më shumë kënaqësi sepse jam banor i kësaj lagje këtu ku jetoj, edhe do ishte mirë që me mbjellë më shumë pemë këtë lagje. Ky ishte edhe qëllimi që ne të ofrojmë atë që është më e mira për qytetin tonë dhe jam shumë e lumtur që nga aksioni në aksion kemi një rritje vullnetarësh të cilët po japin mesazhin e tyre më të mirë të mundshëm për qytetin e tyre dhe për qytetin tonë. Ne jemi nxënës të shkollës Salo Alili dhe shfrytëzuam orën qytetarisë që të mbjellim sa më shumë pemë. Dhe kjo na bën që qyteti i Shkodrës të ketë sa më shumë gjelbërim dhe ne tashmë kemi një pemë me emrin tonë. Sot ju bashkume misionit Act for Shkodra për mbledhjen e disa pemëve për një komunitet dhe për banor. E i ftoj edhe të gjithë rinin, cilët me marr pjesë për gjelbërimin e natyrës.